nëse ky produkt nuk blen apo është i dëmshëm, nuk ka këtu asnjë lloj gardi, po themi, apo pengese? Nuk ka studim. Vetëm për të bërë një qartësim, ne kemi një ligj që është specifikisht për rregullimin e tregut të kozmetikës, është botuar që në 2017 në mos gabohem, dhe është në zbatim nga Ministria e Shëndetësisë, i cili kërkon regjistrimin e produkteve. Por të kesh një treg ku ka shumë sasi produktesh dhe natyrisht të kesh një deg të një institucioni që nuk e ka vëllimin e kraus punëtorë, do të ketë shumë specialista që të bëjnë gjithë verifikimin e dokumentacionit. Vetëm një ligj në letër që se zbaton dot shteti. Edhe për pjesën e vendeve më të avancuara, le të themi Bashkimit Evropian, procesi i regjistrimit të produkteve ne kemi dy hendeqe. Njëri hendek është ai i tregtisë. Tregtia duhet lëvizë shpejt. Është si puna e kontenierëve që në një port nuk skanohen të gjithë, sepse po u skanuan të gjithë, pastaj ekonomia me rastësi po, bravo. Pra, edhe në pjesën e produkteve kozmetike, për të hyrë në një lloj imtësie të detajuar nëse ky dioksid titani nga ka preardhjen, kush është furnitori, si e ka bërë purifikimin, ai është një proces i gjatë. Së fundmi është botuar një, po themi jo studim, po një vërtetim i tregut. Në Europë janë mbi 4350 produkte dielli. Dhe hajde të hysh 4000. Domethënë edhe konsumatori ka shumë të vështirë të zgjedhë. Pastaj është një gjë tjetër, nuk ka studime afatgjata që të japin një që të prerë. Dhe dermatolog nuk kanë faj kur thonë. Ka studime afatgjata që do të thotë mbi 10 vjet. Për gjitha këto produktet, edhe këto studime që unë thash, janë review të marra nga revista ose nga shkencëtarë që kanë vite që e studiojnë. Nuk kanë më shumë se 5-6 vjet që janë futur kësaj pjese. Është e çuditshme sepse kremi i diellit ka dekada që është. Ne duhet të diskutojmë diçka. Ne jetojmë në një vend ku në globë, kanë fjalën vetëm Shqipëri. Ku çdo gjë është e kontaminuar. Domethënë ne nuk riskojmë vetëm nga kremi i diellit, ne riskojmë nga gjithçka. Nga shumë gjëra. Domethënë një pyetje që un kam, përse pisa më madhe shqiptarëve kanë vitaminë D të ulët? Se kjo është një pyetje shumë. Ne kemi 365 ditë diell. Domethënë ka shumë faktorë. A keni përgjigjen e kësaj? E kam, patjetër. Mendimi im është, radhë të parë keq ushqyerja, radhë të dytë një farë mënyrë është dhe vënia e kremit, sepse kur ke SPF-n e lartë, VB-ja ulet, është ndotja që ne kemi. Domethënë, kur kemi ndotje të lartë, edhe VB-ja thithet nga këto lloj elementesh. Është trakti gastrointestinal i pa shëndetshëm. Mund të kemi sëmundje renale ose hepatike, sepse atë që ne e quajmë kthimin në formë aktive të vitaminës D, pasi thithet nga dielli, është pikërisht mëlçia dhe veshkat. Dhe veshkat për ta aktivizuar. Pra ne mund ta përsisim, por se sa aktivizohet, kjo është pyetje tjetër. Mbetet edhe janë shumë faktorë që ndikojnë, domethënë ato. Dhe kjo është arsyeja sepse të gjitha bëjmë pyetje, ne kemi diell, pse nuk kemi? Se nuk kemi. Mbetet për të parë edhe mbajtja e syzeve, po ta them këtë gjë. Mbetet për të parë vendet e botës cilët kanë përqendrim të lartë vitamine D dhe korrelacioni që ka me përdorimin e kremit. Unë mendoj që pavarësisht përdërimit të kremit të diellit, qoftë për fytyrën apo për trupin, nuk është një faktor determinant për këtë gjë, sikundër dhe studimi endokrinologjik që u bë, nuk ishte një studim i mirëfillt për lëkurën. Një pjesë e përbërësve që janë filtra mbrojtës dielli, UVA dhe UVB, për shembull në rastin e Shqipërisë, procesi i regjistrimit të produktit kërkon deklarimin nga importuesi nëse ka nanomaterie dhe nëse po, në çfarë mase janë dhe sa ndodhen në produkt. Ky është një proces vetë deklarimi që e bën çdo subjekt pranë ministrisë dhe ministria është ajo që jep po ose jo dhe indikacionet e ndikimit të tyre në shëndetësi. Pra, kemi një gjysmë shkencë, gjysmë le të themi të gjë të pavërtetuar plotësisht për të thënë, ok, hajde të testojmë këto produkte long term për një periudhë afatgjate, për të parë nëse me të vërtet kanë një ndikim në sistemin endokrinologjik dhe kjo duhet bërë një panel të gjerë njerëzish, cilët gjithsekush i ka. Po ti nuk je i bindur që këto ndryshime hormonale ndodhin për shkak të kremit. Po vetë sa jep ndryshim tek oralet është e kuptueshme. Ka dhe diçka tjetër për të shtuar. Bashkimi Evropian ka rreth 36 filtra mbrojtës që i legjitimon për përdorimin në prodhimin e produkteve dhe Amerika ka vetëm 16. Për filtrat UVA, BE-ja ka rreth 8, Amerika ka vetëm 2, zink oksidi dhe dioksid titani. Dhe që për 1996-s në Amerikë nuk është lejuar, po themi, regjistrimi një filtri të ri. Pati një periudhë diku nga 2006, 2 filtra Tinosorb S, Tinosorb M që u lejuan, po më pas FDA-ja i tërhoqi sepse i tha që kompanisë prodhuese që duhet një studim më afatgjatë. Dhe Amerika ka qasjen që kremet e diellit i trajton si mjekime, si ilaçe, si drugs, por OTC, pra mbi rafë që ti s'ke nevojë për një recetë. Ndërsa Europa i trajton si produkte kozmetike dhe procesi në momentin që ti klasifikohesh
pra produkti klasifikohet si drug në Amerikë, absolutisht e nevojshme long term studies, domethënë studime të afatgjate, e cila përkthehet e gjitha në një costo për shoqërinë tregtare që do ta hedhin në rrugë. Doktorisht do ndjej më sigurt në Shtetet Bashkuara që përdorin më pak filtra, po filtrat e tyre janë është kundra kremit të diellit, po dhe kundra përdorimit të syzeve, nuk duhet të mbajmë syze dielli. Unë që ta shpjegoj. Përdorimi i syzeve ndikon në vitaminën D. E pengon? E pengon. Kaq, kjo është ideja. Sepse përmes syrit ndodh në një farë mënyre, syri ndikon që të kemi utilizimin e vitaminës D në rrezet e diellit. Dhe detyrimisht jep një, me thënë retina është e lidhur me trurin, në farë mënyre. Dhe detyrimisht jep edhe një rritje të prodhimit të melaninës. Un jam, me thënë, ka ca elemente ose zona në ditë, të cilat i detyruar të mbash, sepse vetë UV-ja dhe UV-ja kanë efekte negative, kanë patjetër efekte negative. Unë dua të them të gjitha këto elemente që të kuptojmë që çdo që ka rëndësinë e vet në kohën e vet. Gjithmonë më shoj kësaj, oraret e gabuara do ishin më mirë të eliminoheshin. Mos të dini fare fëmijëve. Në rast në fëmijëve të moshave mbi 65 vjeç. Ta mbash një fëmijë në diell në orën 1 në korrik është mund të përdorim këto rrobat linot sepse kanë nivelin më të mirë të përçimit të energjisë dhe të tejçimit të mosmarrjes, sesa të përdorim të paktën për fëmijët po flas, sesa të përdorim një krem me SPF 50 e ta lësh fëmijën nga ora 3 deri në ora 5. Sepse është bërë një studim tjetër të cilin sepse ka një gjë shqiptarët ose ndoshta edhe konsumatorët kanë një ide që nëse unë marr një krem me SPF 50 ose 80 jam i mbrojtur totalisht. Nuk është e vërtetë. Edhe ti nëse mund të vësh një krem me SPF 50 ose 80, pra që është niveli më i lartë, ka edhe 100 në fakt, nuk do të thotë që ti je i mbrojtur nga rrezet e dëmshme në orarin e caktuar. Është bërë një studim dhe është parë që është rritur niveli i melanomës në këto pacientë që janë ekspozuar edhe pse kanë pasur SPF-n e vënë. Pra orari gabuar gjithsesi është i dëmshëm. Edhe pse ti përdor, nuk ke mbrojtje 100%.